Dikujt po I pengon transporti udhëtarëve me tren, që nga pas lufta kur janë lëshuar në qarkullim linjat e këtij lloji transporti, trenat vazhdimisht zhuan me gur nga persona të pa identifikuar. Këtë e konfirmojnë si policia e Kosovës ashtu edhe zëdhënësi I kompanisë Trainkos, ndonse nuk japin më tepër shpjegime për këtë dukuri. Mirë po janë konduktorët ata që prapa kamerave thonë se hedhja e gurëve bëhet nga persona të cilët paguhen nga kompanitë që merren me lloj tjetër të transportit me qëllim që të friksohen udhëtarët, pasi udhëtimi me tren ka kosto dhe benefite shumë të ulëta kundrejt mjeteve të tjera të transportit. Ata thonë se para disa viteve ka pasur të arrestuar nga policia e Kosovës, të cilët kanë pranuar se kanë marrë nga 200 euro për të gjuajtur gur në drejtim të trenave dhe vagoneve në mënyrë që të frikosojnë udhëtarët. Tribuna Channel ka provuar të marrë më shumë informacione në lidhje me këtë rast nga policia e Kosovës, por zëdhënësi I policisë Baki Kelani thotë se nuk është në dieni për këso planësh. Ndërsa policia nga rajoni I Pejës shprehet se janë në dieni, por që nuk janë të gatshëm të japin informacione më të hollësishme. Hedhja e gurëve në drejtim të trenave dhe vagoneve që nga viti 2002, përveç që ka shkaktuar dëme materiale, ka lënë edhe të lënduar në njerëz. Ju informoj se është sigurimi I palëve të rejta që I mbulon, ndërsa se deri ku ka arritur me policia me pyetjet e tyre me vërtimin e hetimeve, ato mund të pyetet policia, por ndërsa të dëmtuarit I mbulon sigurimi I palëve të rejta. Rasti I fundit me të lënduar ka ndodhur në vitin 2014 me një studente nga Peja e cila sipas raportimeve në medje aso kohë kishte marrë lëndime serioze në fytyrë, por jo edhe sipas zëdhënësit të kompanisë Trainkos. Udhëtarët të cilët e përdorin trenin si mjet transporti thonë se hedhja e gurëve ndodh vazhdimisht dhe se konduktorët I udhëzojnë që pasi të futen në territorin e Klinës, t'i ulin perdët nëse lën dritarët hapur për shkak të sigurisë. Një bilet udhëtimi nga Prishtina për në Pejë dhe Anasjeltas kushton 3 euro, ndërsa për studentët 1,50 euro dhe nuk paguajnë asgjë familjet e dëshmorëve, invalidëve, Policia e Kosovës, FSK-ja, fëmijët deri në moshën 12 vjeç dhe të moshuarit mbi 65 vjeç. Përderisa udhëtimi I njëjtë me autobus nga Prishtina për në Pejë dhe Anasjeltas kushton 5 euro, ndërsa për student 4 euro.